Nelson Hysa sonte në Shkodër një ceremoni të veçantë të festës pavarësisë me ples në kokë, dukesh si përfaqësuesi më i mirë i Shkodrës edhe në arenën ndërkombëtare, pikërisht me sportin e boksit. Faleminderit Gjergj, po ishte natë në fakt emocionuese. Kam kënaqësia jeme të kthehem në Shkodër në vendlinjën time, sidomos për këtë festa, ku për festën e flamurit, ku ne mundohena me ngrit sa më lart flamurin në Shkodër, janë të dy simbole që nuk i ndaj njëra nga tjetra. Dhe në fakt e kemi nderuar ashtu siç duhet edhe Shkodrën dhe Shqipërinë, renditjen në vendet më të pëlqyeshme në majat e rangizës botërore. Po, faleminderit Zotit, gjithçka ka shku mirë, bashkë me stafin, bashkë me gjithë shqiptarët, bashkë me mbështetjen e gjithëve, deri tash ka shku gjithçka mirë. Shpresojmë që të shkojmë edhe vende më përpara e shpresojmë deri në titull botet. Të jesh në vendin e 4 në botë, besoj që është një krenarie e madhe jo vetëm për Nelson Hysën, por për Shkodrën dhe për Shqipërinë. Unë ndihem krenar, ndihem i lumtur që kam bërë sa më shumë shqiptar krenar, e shpresoj që të bëjmë sa më mirë krenar e të përfaqësohemi me titull kampion botet. Çfarë presim së shpejti nga Nelson Hysa? Atë si që thash, nuk e shoh afër, them vërtetën, duhet i punë e madhe, normalisht prej stafit aq të madh që ne po punojmë, që të sjellim për herë të parë një titull kampion botet në Shkodër, në Shqipëri. Dhe shpresojmë me bashkëpunimin me Zotin, me kryetarin e bashkisë Zotin Benet Beci, shpresojmë që atë nesër ta zhvillojmë në Shkodër. Jeni shprehur pak ditë më parë një intervistë nga mediat e kryeqytetit, po flitet shumë për kampionat botet, po në fakt Shqipëria nuk është se ka kampionat të tillë. Gjergj, sa ndesh natë festive, ne takon me festu, po ku do të më vu pikat me i, ne takon ne me vu, jena sportista, jena profesionistë të këtij sporti. Shpresojmë që një nga shqiptarët, unë ose kushdo tjetër nga çunët që është në boksin profesionist, sjellin për herë të parë një titull kampion botet ose të luftojmë për titull kampion botet.